Vëllezër të nderuar, edhe sot po takohemi me takimet e zakonshme çdo të diele me emrat e bukur të Allahut Azza wa Jall. Në takimin e fundit kemi marrë për emrin Es-Sami' dhe emrin Allah Jalla wa Ala Al-Basir. Dhe në kuadër të kohës së lejuar i munduar që të përmendim dobit dhe çfarë gjurmësh duhet t'i lejnë këta emra në zemrën tonë. Ne kemi përmendur në fillim dhe kemi përkutuar vazhdimisht se njohja e emrave të Allahut Azza wa Jall për neve është një mundësi për ta shtuar aktivitetin e adhurimit tonë te Allahut Azza wa Jall. Nëse njeriu sa më tepër e njeh Allahun Xhela Xhelaluhu, më tepër e adhuron. Dhe krahas asaj që më tepër e adhuron, ai edhe më tepër i japet mundësia që din si ta adhuron. Prandaj në bazë të njohjes së Allahut Xhela Xhelaluhu, besimtari edhe fillon të ngjitet gradave të larta. Dhe fillon që të zbukurohet dhe të mvishet me ato cilësi me të cilat Allah Xhela Uala i ka cilësuar dhe veshur robët e tij të mirë. Përderisa kemi marrë për emrin Allahut Es-Sami' dhe Al-Basir, është një fjalë e Ibn Qayyimit rahimuhullah për një drejgje dhe për një pozitë të rëndësishme që neve na duhet shumë. Në jetën tonë të përditshme ajo është, i thuhet menzilatul muraqaba. Pozita që robi ta ndin vazhdimsi se është i përcjellur nga Allahu Azza wa Jall. Dhe sa më tepër është prezente kjo ndjenjë, dhe sa më të fuqishëm dhe sa më stabil jemi në këtë pozicion, atëherë padyshim edhe para aq do të kemi punë më mirë, do të jenë më kualitative dhe do të jemi gjithmonë të përkushtuar dhe me zemër të kthyer ka Allahu Xhallahu Ala, nga se prezenca e kësaj ndjenje na bën që të shkyqemi nga krijesat. Dhe kjo na duhet që në vazhdimsi ta ndijmë lidhjen tonë me Allahun Azza wa Jall. Andaj kur flet Ibn Qayyim rahimullah për menzilatul muraqaba, për pozitën e muraqabes, thot ajo arrihet në qoftë se e adhuron Allahun Azza wa Jall dhe e njeh përmes disa emrave. Do shikoj si lidh mes saj dhe mes emrave të Allahut Azza wa Jall. Andaj thot se kjo pozitë arrihet nëse ti e adhuron Allahun Xhallahu Ala dhe e njeh me këta emra që janë Al-Alim, Al-Raqib, Al-Hafidh, Al-Sami' dhe Al-Basir. Këta 5 emra janë të cilët e ushqejnë zemrën me këtë pozicion të muraqabes. Vazhdimisht. Andaj thot Ibn Qayyim rahimullah, për aq sa njihet Allahu Xhallahu Ala me këta emra, për aq me automatizëm kjo njohje derdh këtë pozitë në zemrën e besimtarit. Prandaj kemi sqaruar Es-Sami' dhe Al-Basir, ndërsa për të kontribuar kësaj pozite, sa dimin të kemi me emrin Allahut Al-Hafidh ose Al-Hafidh, nga emrat e bukur të Allahu Xhella Xhelaluhu që janë përmend në shumë vende në Kur'an. Andaj ky emër është përmend në formën Al-Hafidh, edhe në formën Al-Hafidh, edhe në formën Khairul Hafidhin. Gjitha këtu janë të përmendura në Kur'an dhe i kanë kuptimet e tyre të posaçme edhe në aspektin gjuhësor, por edhe në raport me Allahun te bareke ve taala. Fjala hafidha ose hifdh, që prej kësaj edhe prej kësaj rrënje vjen edhe ky emri Allahu xhallahu ala, në gjuhën arabe përdoret për ruajtje, përdoret për kujdes, gjithashtu përdoret për dije, gjithashtu përdoret për mbledhje, grumbullim dhe ruajtje nga shpartallimi dhe humbja. E kështu me radhë gjitha këto kuptime i përmban gjuhësisht fjala hafidha, që prej saj ose prej kësaj rrënje vije emri Allahu Xhallahu Ala Al-Hafidh. Se përket përmendjes së këtij emri në Kur'an e përmenda se është përmendur në shumë vende, sikurse në surën Saba, në ajetin 21 Allahu Xhallahu Ala thot: "Wa rabbuka ala kulli shay'in hafidh", edhe Zoti është kujdestar dhe ruajtës i çdo gjëje. Pasi Allahu Xhallahu Ala thot: "Walladhina ittakhadhu min dunillahi walladhina ittakhadhu min dunihi awliya Allahu hafidhun alehim", ata që kanë marrë Zotin pas Allahut, a nuk e dinë se Allahu është mbikëqyrës i tyre? Pastaj thot Allahu Xhallahu Ala: "Fallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin", surën Yusuf, kur Jakubi alayhi salam kështu i këshillon bijtë e tij: "Fallahu khairun hafidhan", Allahu Xhallahu Ala është ruajtësi dhe kujdestari më i mirë.
Prandaj këto ajete të gjitha dëshmojnë se emri Hafidh ose Hafidh është prej emrave të bukur të Allahut Azza wa Jall. Nga se rregulli jon me të ndërtohet edhe besimi jon është se ne nuk ja pohojmë Allahut asnjë emër pas atyre emrave që ja ka pohuar Allahu Xhallahu Ala vetes së tij, ose ja ka pohuar i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Andaj në kuadër të kësaj kemi sjellë edhe disa prej argumenteve që flasin për këtë emër. Pas përmendjes së kuptimit të këtij emri gjuhësisht dhe rënjes së tij nga vije ky emër dhe argumenteve që flasin se ky emër është i përmendur në Kur'an, kalojmë tek pika e dytë e kësaj teme që ka të bëjë me kuptimin e këtij emri në raport me Allahun Azza wa Jall. Ne kur ta emërtojmë Allahun Xhallahu Ala ose e pohojmë këtë emërtim, nga sa ne nuk e emërtojmë, por kur na e pohojmë këtë emërtim dhe e pranojmë këtë emërtim, atë çfarë kuptimi ka ky në raport me Allahun Xhallahu Xhelaluhu? I ka disa kuptime e që të gjitha e plotësojnë njëra tjetrën, që në fundit na jap një kuptim të përgjithshëm të emrit të Allahut El Hafidh. Normalisht na në gjuhësisht sa të përkthejmë mundohemi që një pjesë të asaj me përkthy, nga se jo të gjitha përfshihen në përkthimin tonë shqip. Prandaj kur thosh Hafidha se ka rujt dhe është kujdes, kjo është një përkthim i pjesërisëm i asaj që mund të përmban vetën e tij fjala Hafidh. Nëse ky emër në raport me Allahun Xhallahu Ala, sikur që përmenda, i ka disa kuptime. Kuptimi i parë që e kam përmendur dietarët është ai që ruan dhe kujdeset për atë që ka krijuar. Krejt që ka krijuar Allahu Xhallahu Ala, Allahu Xhallahu Ala e ruan atë. Nga çfarë e ruan? Fillimisht e ruan që të funksionon në frymën dhe rolin që Allah e ka caktuar. Andaj kush e ruan diellin që mos të bie, kush e ruan hanën që mos të coptohet, kush e ruan tokën që mos të dridhet, apo kush e ruan qiellin që mos ka përderdhet, kush e ruan gjitha këto, Allahu Xhallahu Xhelaluhu. Dhe ruajtja e këtij kuptimi është gjithashtu do të thotë Allahu Xhallahu Ala ruan gjitha këto që askush mos të ketë mundësi të prish sistemin dhe ligjin e Allahu Xhallahu Ala. Andaj kush ka mundësi, sikurse ka thënë Ibrahimi alayhis salam në dialogun me Nemrudin, fa inna Allah ya'ti bish-shamsi min al-mashriqi fa'ti biha min al-maghrib. Zoti jam është ai i cili vazhdimisht e sjell diellin nga lindja. Nëse ti je Zot, prishja sistemin dhe sjell nga perëndimi. Fa buhita alladhi kafar, atara u mahnet dhe u humbi ai i cili ka mohuar. Andaj Allahu Xhallahu Ala ruan, sikurse edhe ruan qiellin nga depërtimi i shejatinëve dhe prishja e sistemit të asaj që Allahu Xhallahu Ala ka krijuar. Ani ky është një kuptim i ruajtjes, se Allahu Xhallahu Ala ruan. Gjithashtu në kuadër të kësaj, Allahu Xhallahu Ala i ruan robërit e tij nga rreziqet. Sa rreziqe i kanosen njerëzimit në jetën e kësaj bote të shumta, pak nga ato i godasin. Andaj Allahu Xhallahu Ala është ai që i ruan njerëzit që nga fillimi i tyre e deri në fund të tyre. Prandaj kush e ruan fëmijën në barkun e nënës që të zhvillohet si duhet, ai që është hafidh. Apo nga se nëna nuk mund ta ruan. Sa herë nëna ka pas mundësi me mbyt fëmijën e saj në gjumë duke rrukullis, por Allahu Xhallahu Ala el-Hafidh e ka ruajtur. Pastaj sa herë fëmia duke dashur më mësu me ecë, ka mujt me rëshqit dhe një rëshqitje dhe goditje me kokë për tavolinë do të ishte fatale për të, Allahu e ka ruajtur. Andaj ai është i ruan robët e tij. Madje ruan edhe të gjitha krijesat e tij, nga bimet dhe nga shtazët. Kush e ruan farën në fund të tokës, apo që të mbinë dhe del dhe djetë fërti këndshëm pas Allahut Azza wa Jall, apo e kush i ruan baktit që të zhvilluan dhe të bënë ushqimi i këndshëm për neve, ai që është El Hafidh. Andaj ai i ruan të gjithë. E në veçanti nga kuptimi gjithashtu i këtij emri është se Allahu te baraka ve taala i ruan evliat e tij, i ruan të dashurt e tij, i ruan që mos të devijojnë, i ruan që mos binë në mëkate, i ruan që mos shkatërrohen, i ruan nga armiku i tij shejtani, i ruan nga gjitha ai që është El Hafidh. Andaj Allahu Xhallahu Ala na ruan që mos na bezdisin armiqtan. Allahu Xhallahu Ala na ruan
që mos na e prishin namazin ton dhe dhikrin ton. Allahu xhallahu ala e ruan imanin në zemrat tona, nga se sikur se thotë Ibn Qayyim rahimullah, nganjëherë imani mund për të ndridhje aq të fuqishme që nuk e mban garantimi për aq që e mban qiellin dhe tokën. Andaj Allahu xhallahu ala në surën Al-Hajj kur flet për këtë uajtje, thotë Allahu xhallahu ala wa yumsiku as-samaa an taqa'a ala thotë Allahu xhallahu ala wa yumsiku as-samaa an taqa'a ala al-ardi illa bi idhni. Allahu xhallahu ala e ruan qiellin që mos të bie mbi tokë, dhe nuk ndodh kjo pas me lejen e tij. Para më një qiell kaq madhështor, apo i cili domon është pa shtylla, dhe i cili një pjesë e tij më ra në tokë, ata janë duke supozuar se jo një pjesë e qiellit, po një pjesë një komete të vogël me shpejtësinë e madhe, nëse godet tokën e don për gjysmë, apo. E para më një pjesë e qiellit më ra, i vetmi është Allahu xhallahu që ruan. Andaj nga tauhidi jon, nga nishmëria jon, ndaj Allahu xhallahu ala është besojmë edhe në këtë aspekt, se i vetmi që ruan këtë botë dhe këtë krijim dhe këtë kosmos dhe këtë fizik është Allahu xhallahu ala. Larg asaj që fatkeqësisht janë zhytur krijesat e tjera, qoftë nga ata që deklarohen si musliman e që fatkeqësisht nuk ka depërtuar imanin në zemrat e tyre, të cilët pohojnë se ndokush për njerëzve e ruan, andaj i quajnë pole, i quajnë me emra të ndryshëm, do të autorizuar apo njerëz do të cilët ruajnë pjesë të caktuar të kësaj gjësie. Nga të trashëguara nga padyshim idhujtaritë e ndryshme, sikurse kanë pas të parët zotna, ky zot është për ruajtjen e kësaj, e ky zot është për këtë, e ky zot është për këtë, e kështu me radhë. Nuk ka asnjë zot tjetër për asgjë, pas Allahu xhallahu ala, i cili ruan çdo gjë. Dhe ai e ka çdo gjë në dorën e tij apo. Allahu xhallahu ala gjithashtu e ruan qiellin, sikurse e përmend Allahu në Kur'an, nga depërtimi i shejatinëve. Shejtanët insistojnë që të ngriten qiell për të vjedhur lajmin e qiellit, se çfarë Allahu xhallahu ala ka gjykuar dhe ka ndarë, e pastaj të bashkëpunojnë me shejatinët e tyre të tokës për devijimin e njerëzve. Andaj Allahu xhallahu ala rahmet për njerëzit, nga se nëse shejtan e kuptojnë haberin e Zotit, a mundën ta menru? Për shembull, sot bëhet luftë e madhe, edhe ka qenë të kaluarën lufta më e vështirë, lufta më e rëndë, lufta e ftohtë. Apo jo luftë drejt për drejt, por luftë domthon shërbime sekrete që janë shfryr këtë dikun tjetër. Shtetet e tjera, apo shtetet e mëdha s'kan bërë luftë me vetë, por janë shfryr dikun tjetër në bazë të informatorëve që kanë ditë për një tjetër nga. Andaj kur dikush do më bëjë diçka, për shembull një firmë e caktuar me telefonit, do me nxjerr një version të ri të telefonit, ose për shembull të kerrit, makinave, kështu me radhë. Dhe firma konkurrente përmes agjendeve të saj, shërbime sekrete për shembull, e zbulon atë dhe e çet para tij, dëmtohet ajo që ka qitë këtë ide atë. Nga se dikush e ka paraprit. Prandaj ata i ruajnë këto ide dhe këto mendime me domethënë mënyra të ndryshme ligjore dhe juridike që mos dëmtohen ato. Nëse nëse Allahu vendos diçka më ndodh në tokë, për shembull, dhe shejtant e vjedhin atë kur Allahu xhallahu ala i tregon me lajke apo. Dhe vinë tokë i kallzojnë njerëzve, bënë gati se Allahu ka vendosur për shembull këtë dënim apo. A mund ta përgatit do ndër në atë mos saqë me i paraprit dënimit të Allahut azh, se pa mundsh më. Andaj Allahu xhallahu ala kur e ruan qiellin nga vjedhja e lajmeve nga ana e shejtanëve, nuk e bën kët se rrezikohet lajmi i tij, se rrezikohet vendimi i tij, absolutisht. Allah dhe publikisht për të gjithëve, ty ka me ta marrë shpitin nesër, bënu gati sa të mojsh për apëtë, merë medikamente, thiri halkën e trujnë, a ka mundësi? A mund me të regu? Edhe kjo absolutisht nuk ka mundësi me ndryshu vendimin e Allah xhallahu ala. Atë pse e ruan qiellin? Që të na ruan neve. Që të na ruan Allah xhallahu neve, e ruan qiellin që mos të vjedhin shejatinët, lajme nga lart, nga se shtohet devijimi në tokë. Para mëno kur të vlojnë magjistarët, kur të vlojnë falltorët, apo si është jeta njerëzve në tokë? E zëm, e zbat, e shkret. Andaj Allah xhallahu ala thot në Kur'an: "Wa hafidhnaha min kulli shaytanin rajim." Ne e kemi ruajtur qiellin nga çdo shejtan i mallkuar, illa man istaraqa as-sam'a. Pas atyre të voglëve që Allah ju jep lije nga njëra, për fitnë dhe për sprovën tokë, apo që vjedh istaraqa as-sam'a, që vjedh diç nga një dëgjim, fa atba'ahu shihabun mubin. Edhe ky nuk shpëton pa goditje, apo ose e godit Allah xhallahu ala me
dhe një flak të yllit drejt për drejt dhe e mbyt, ose e gjymton, apo në mënyrë të asaj që më tregu se nuk mund të shpëtu Allahu te bareke ve taala. Andaj Allahu xhallahu është i vetmi që ruan. Nuk ka nevojë për ndihmës, nuk ka nevojë për kujdestar. Është ai i cili vetmi, do thotë, ruan edhe krijesat e tij dhe ruan gjithashtu edhe qiellin dhe tokën nga çdo tendencë për ta shkatruar dhe për të përhap fesad në tokë. Kuptimi i tretë që duhet me pas ndikim tek ne të nderuar në këtë rast është gjithashtu të kuptojmë se Allahu xhallahu ala me emrin e tij el-Hafidh ruan atë që ai do të më rujt. Dhe atë që e ka përfshi emri i Allahut el-Hafidh, apo edhe në qoftë se nuk e ka asnjë element të mbijetesës mbijetën. Ndërsa nga ai që është largu emri i Allahut el-Hafidh, edhe në qoftë se i ka të gjitha elementet e jashtme ansore për me mbjetu, ai nuk mbjeton. Dhe kjo është, domethënë, e qartë në shumë aspekte. Mirë, po unë po duam i përmend dy gjëra me rëndësi në këtë drejtim. E para, Allahu xhallahu ala në surën El-Hijr në ajetin e 9 thotë inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ne kemi zbrit këtë fe, Kur'anin edhe Sunetin, ne kemi zbrit. Wa inna lahu lahafidhun. Dhe ne kemi me rujt, hafidhun. Andaj Allahu xhallahu ala ka gjykuar që emri i tij El-Hafidh do të jetë në vazhdimsi i aktivizuar, do të jetë në vazhdimsi, do të thotë në raport me ruajtjen e Kur'anit edhe Sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur ka filluar Kur'ani me zbrit, apo sipas rrethonave që kanë qenë, nuk ka pas asnjë shans me rujt apo. S'ka pas shans. Pse? Nga se fillimisht ka zbrit të një njeri një libër, ju ka dhënë një njeri që nuk di me lezu. Mas pari barë që ti ka mujt me hupa. Apo? Nga se pejgamberi sa nuk ka dit me lezu. I erdhën një libër një njeri që nuk di me lezu. Kjo e parë. E dyta, ky libër duke zbrit, apo barë që këti libri, Muhammedi sallallahu sallam, është sprovu me sprova shumëta, apo që njëra për tyre mjaftën me të haru emnin e jo librin. Që ka përretu Muhammedi sallallahu sallam. Nga një kur jenë telashe për shembull, atë bjen mend diçka që o shumë harran Allah, harran në kar emrin tën mush marru pi telashe të mëdha apo. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam asnjë ajet, asnjë shkruaj se ka harru, edhe pse e kanë dëbu, edhe pse e kanë luftu, edhe pse i kanë vdek krejt rrobat e familjes Kristina, fëmijë i kanë vdek, edhe pse kanë lloj sprova ka përjetu, megjithatë edhe ka ky aspekt, do thotë ka qenë alfabet e para, edhe është shkruajt libri. Ka qenë i sprovum dhe i rrezikum me jetë në shumë raste, edhe këto është libri. Andaj ka pas rrethona murujt, rrethona logjike nuk ka pas. Pastaj shkrimi i tij shumë hapta. E kanë shkruar ku kanë rrjedhën. Për shembull, nuk ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fleta, sikur se ka pas Kisraja edhe Herakliu edhe perandorët e tjerë. S'ka pas. Më shkruaj murujt në për sandukat e arit apo murujt, s'ka pas apo. Ka zbrit ajeti, çka ka qillu para vete që ato e ka shkruar ajetin atë. Ju ka qillu një cop lkure, që ato lkure e ka shkruar atë. S'ka qillu lkur, cop drunit apo, e ka shkruar ajetin atë. S'ka qillu drun, ju ka ku kanë arrit e kanë shkruar subhanallahu Kur'an apo. Tash paramendoje një Kur'an me gjitha këtu ajete, apo i shkapërderur në lkur, e ndru, e në harna, e në gjithë shka kur u grumbulluaj, që shukon i madhe, tash ku i bjen të në fije? Apo? Me gjithat, Allah ka unë hafidh. S'ka li këto rethonat, se Allah që në levas i ka parasysh të apër. Erun Kur'anin edhe ndru me shkujt apër. Kur thot ai hafidh, kur thot eruj. Si duen rethonat, apo e Herakliut, e asati. Nga se Allah që në levas ka unë që erun. Pastaj, gjithashtu nga atë rrethonat që e pafavorshme për ruajtje, po them kushtimisht, që ka kanë për të Kur'anin, luftat e shumta që kanë përpsu musliman. Hyrja e lloj, a dini sa ideologji, sa filozofi kanë tentu një shkronjë të Kur'anit me ndruar, s'kan pas mundësi apo. Edhe pse kanë qenë pushtet, edhe pse kanë qenë të fuqishëm, edhe pse kanë qenë gjitha mundësitë kanë pas. Allahu xhallahu ala e ka ruajtur. Sa i përket sebepeve, Allahu xhallahu ka lënë në matë sebep. Mirë, po nëse i kthen
në kohën kur ata kanë rujt, faktikisht s'kanë qenë sebe vendikim. Qysh ka mundësi, për shembull, ai në pushtet, e ti në burg, edhe ti me rujt ato që kajte me u përjashtë. Po s'mundesh me bo këtë punë. Nuk mundesh. Po, unë po flas gjithmonë duke u referu rrethonave njerëzore. Apo njerëzit qysh rujnë diçka ata. Ti kur do me rujt diçka, po është metodë e caktuar sipas kuptimit tonë që ruhet. Gjitha këtu kuptime i ka thënë Kurani atë. Krejt kuptime që njerëzit i përdorin për me rujt diçka, Kurani ka thënë atë. Gjithat. Për më tregu se këtë Kur'an ju se keni rujt. As nuk e kom qu me rujtju. Jo se sa për ne muslimanëve, dhe i tashti kështë me qenë me ishte mu se Tevrati i Injili. Kush nuk është Tevrati, që ka ishbu Kur'ani? Me na palën Allah Gjellera neve në rujtja. I po qenë nga dita, apo kur ka zbrit, Allah ka thonë, na e rujmë, na këtu, ju na me laqe bashkë, na kuptim une, përkar, na për shkak të madhërisë dhe për shkak të madhësisë. Andaj, na e kemi zbrit, une e kemi zbrit, Allahu Gjallahu Ala, dhe une e kemi rujt. E ta shparamendaj këtë sfidim, që Allahu Gjallahu Ala u apën kryesa. Ma dje, subhanallah, kjo është shumë interesant. Ti kur i rizikum, për shembull, i rizikum, dhe nuk ki faktor që të rujt. Qëfar bën këtë situatë? E tëra që mundesh me bosh me ik, më largu sa ma heshtër asja, po, përshka këse je i rizikum. Për shembull, të kanë rrethu 5 vetë, edhe i rizikum shpi. Ti e di që me rezistu, s'ki shansë me rezistu, kështë pa mundshme, se edhe me atë fuqishëm, edhe numerikisht ma tepër, edhe tërmatusën, se si kur gjë. Qëfar bën ti? A ju del për balë, ose, ja, ti mundesh me qitë në rrugë qëfarët është e mundshme për me evitu, qëfar dojë balavagjim me ta për me shpëtu. Kurani edhe pse u konë gjithmonë po thëmë, duke u referu rrethonave njerëzore, ka qenë i rrezikum Mekë. Edhe pejgamberi sallallahu me vra, edhe Kurani me ka mund më jam lidh thella Kurajsh, këtë lkurën më jam lidh, më u shky. A kanë pas mundsi? Kurajsh Mekë kanë pas mundsi, kanë pas mundsi atë. Ai lëre më që do të thotë Kurani nuk po të rjekët apo? Apo? Po po thotë, "Wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli." Në që se dyshani se kjo Kur'an nuk është për i Zoti, apo? Atër sille ju për të meq me të surë se kjo apëtë. Kjo provokim është. Të leqë s'po hesht, të s'poruash, edhe për në sfidan, apo? Kështu Kur'ani ka sfidu vazhdimisht, apo? Apo i ka sfidu të gjithë. Në që se i kini këta zotna, fetu, pëse një mbiz krija në mushë, apo? Kjo sfidim. Të veç Allahu Gjellera të shtyjnë për para, se këtë s'ka një që guzon kështu me e bojnë statë saktum, apo? Me provoku, dirin këtë mas, apo? Me të regu Allah Gjallahu Ala se unë e ruja, el hafidh. Le qonë ketë me e prish, unë e ruja. E të Allah Gjallahu Ala ka rujt. E ka rujt. Edhe thash, pse ka kalu në shumë rrethonat ndryshme, të lloj-llojshme, ku gjitha shenjat kanë qenë se ka me ndryshuar. Allah Gjallahu Ala ka rujt. A dini vëllezër se në çfarë periudha të vështira ka kalu musliman, para mendon veç kur kerametat, një grupacion i devijumi, preshte i fleqt, e ka sulmu qabën, apo e ka vjedh Hajarul Aswadin. 17 vjet guri i zi nuk ka qenë vend vet. 17 vjet s'ka qenë vend e tij apo. E kanë vjedh. Tash ata që vjedhin Hajarul Aswadin apo. Çka ta mëna mund e bu Kur'anit? A kanë pas mundsi një version tyne të Kur'an me e qit, edhe me imponu. Ndoshta fillim kish më qenë pak më vështirë se është i prapur, po me dekada, me shekuj ka shumë logjikisht kishte më qenë që me qenë versioni tyne spaku konkurrent i këtij që ne kemi sot, spaku. Asnjë version sa pare, edhe kurrë të fundit, apo sa kanë tentu versionet e shtrembruara të Kur'anit me qit me automatizëm janë demaskuar. Me automatizëm kanë dalë pitregu dhe kanë shku miliona që i kanë hoqë edhe pashtë. Pse? Pse Allahu inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Andaj ne kemi zbrit dhe ne kemi rrugë. Madje Allahu xhallahu ala kur ka sfidu që pravani me e prej këtë Kur'an prapa. Shiko, kjo sfidër nuk i ka thirrë veç njerëzve. Me po i ka thirrë edhe njerëzit, edhe gjinët, edhe kanë bashkëpunoni bashkë, keq qysh mundi, me këtë metodat e bashkëpunimit që i keni ndronë në mundësi. Nuk keni mundësi. Andaj kjo është tani kuptojmë se ruajtja e Kur'anit nuk është bërë me shkrem apo
por është bërë edhe me memorizim. Në zemrat e atyre që e bartin Kur'anin. Andaj për shembull, ti kur mëson Fatihan, apo a ka mundësi me bashkëpunu njerëz edhe gjin bashk me ta bëjmë haru Fatihan? Në qoftë se el-Hafidh ka vendos me ta rujt Fatihan në zemër, s'u ne jekin Kur'an. Andaj Allahu xhallahu ala e ka rujt këtë Kur'an thash nga çdo shtrëmbrim. Gjithashtu ajo që vlen më theksun këtë drejtim, se Allah kur vendos me rujt diçka, subhanallahu, thash e zhvesh nga të gjitha komponentët e mbijetesës dhe pastaj e mbijeton. Për të kuptuar se këtë veç Allahu e ka rujt e asgjë tjetër atë. Shembull i kësaj gjithashtu është çabja. Çabja, subhanallahu, kush mendon për historinë e çabës e kupton vazhdimsinë e mbetjes së saj, apo dhe e kupton autoritetin e saj të pakontestueshëm tek miliona njerëz vetëm në njën e kuptimit të emdall el-Hafidh. S'ka të ka do vende janë mundu me i rujt, apo si për shembull do vende turistike me çka me i rujt? Me pamjet e bukura që i ka, ose është Buzdetit, ose ka për shembull për rreth Lumejn, ose ka drujnë të bukura, ku e di ka pamje të bukura, ose ari i pastër, ose gjitha këto që njerëz historikisht i ka josh. Njerëzit nuk kanë dashur me shku te vende të bukura, ose vend e shëndosha, ose pamjet e mira, gjithmonë çdo njerëz kanë dëshuar me shku. Çabia as nuk bëjnë se ka. As nuk është ari më i pastër, apo as nuk ka pamje të bukur, këtë kodra, gur për rreth atë marrësh, apo edhe gjithashtu kur e ka lënë Ibrahim alayhis apo familja e tij ka thonë min ghayri dhi zar'in, pe lo të një fush që këtu sen zbin. Për në as me bi bari zbin me i kapta. Që atë ka s'ka pas kurgjë, që ta s'ka banu kërkush, këtë arabë nik pja dytë. Sa s'ka pas uj, as nuk ka pas bim, as nuk ka pas. Prandaj gjitha këto kanë qenë mjaftueshme, njëra për tyre me mungu, apo që çabja deri sot mu harru. Mu harru si verën. E mos lasëm pastaj për tendencë e vazhdueshme për me e rënua. Duke fillu nga ashabul fil. Kur kanë ardhur ashabul fil, çka kanë bu Kurejsh, e kanë rujt? Këtë Kurejsh unik. Këtë unik. Abdul Mutalibi që ka qenë përgjes i çabës, ka thonë që do deve kthehemi son patos muj, e kanë çabën, ka çaba e ka zotën e vet. Mu në po iku pikë këtu apo. Atëra ka mund murdu çabja. Shumë thjesht me elefantin or. Me elefantin or me zuava. Kush e ka rujtur? Ason astre, as Abdul Mutalibi kur kush e ka rujtur ai që ka ja ka jap. Apo prej emrit i el-Hafidh. Dhe kjo është e mjaftueshme me rujtur. Sa vërshimet kanë qenë, e sa tërmetit kanë qenë, Allahu xhallahu e ka rujtur. Nuk ka objekt në botë, apo që është rujtur sikur se çabja. Dikush thotë po, jo ndo me mira vjet që janë, apo ndo ma dita kështu se çabja. Themi kështu do të ndëruar. Ruajtja e një objekti, nuk kupton ruajtjen e tij si ndërtesë, por ruajtja më interesante se kjo është ta ruash autoritetin e atij objekti në zemrat e njerëzve. A ka ndonjë objekt në botë që është vizitu me kaq kohë zgjatje, pa ndërprer, ti je gjithmonë aktual autoritet si çabja nuk ka. Apo njerëz për shembull ka po shtypën një kohë caktuar me ky aspekt, ju ka po bajat, ju shku diku tjetër. Apo asnjë monument historik, pallat mbetnor, sa ka qenë interesant dikur edhe e ka hu popën. Madje edhe kur të vizitohet, në qoftë se është interesant, që ka dhe kja treta, edhe kur të vizitohet, subhanallah, e vizitojnë njerëz, po pa ndjenjën e madhështisë, pa ndjenjën e madhërisë. Për shembull, i ki kullat i ki piramidet e faraonit apo. Apo janë piramidet e faraonit që vizitohen shkon apo. Mirë po, njëri kur shkon me vizitu apo, fëmijë i vogël me falni shpreh me kop urina, apo edhe me shkuën çast piramidës me urinu, ai thot baba ik pi aty, se s'ban këtu fara, kur kushta, do të thotë se kush apo. Apo, ka se ka shetnin e veç e kapta. Nëse fëmia me pshtynë në borçava, çka i bën baba musliman?
Andaj Allahu xhallahu kur e ruan një vend me emrin e tij El-Hafidh, sikurse Qabja, Allahu xhallahu e ruan si objekt, nuk kanë pas mundësi më rrezu. Mi po ja ruan edhe shejtnin. Andaj çdo vend në botë ka nevojë për agjencione turistike, e për reklama, më reklamu, si vjet i shkon mirë këtë vend me vizitua, kështu me radhë, po, a keni një herë se Arabia Saudite reklamon me shkon haxh? Kur rapton. Përkundrazi, qesin me dhjetra kushte, domthon kufizime që më shku më pak, se numri i madh njerëzve, fluksi i tepërt pengon domthon zhvillimin e mirëfill të adhurimeve atij. E kundërta bëhet me çapën apo. Me asnjë vend ditësh botë nuk bëhet kështu. Andaj kush e ka bëu kët? Shkallësia e Ministrisë Haxhit? Jo vallahi apo. Jo, sa për shkallësinë e tyre është siç e shkuar zgjyta që shkojnë apo. Mirë po, El-Hafidh. Aja ka rujt këtë qabe, dhe aja ka rujt pozitin kësaj qabe. Andaj, si kurse, thëtë Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimullah, kur flet për ajetit e mëdha të Allahut azza wa jall. Kjo është ajeti i madh që aludon se Allahu e ka rujt. Ose ky thot wa kadhalika al-Ka'ba. Ajeti i mëdha të Allahut azza wa jall është qabja. Sa të shesh, të kujtohet emri El-Hafidh, që e ka rujt Allahu xhallahu gjatë historisë, vazhdimisht e ka rujt Allahu te bareke ve teala. Dhash nuk e ka rujt vetëm si objekt, por e ka rujt edhe pozitën e saj në zemrat e njerëzve. Andaj asnjëherë nuk është paksuar. Asnjëherë do thotë nuk është harru qabja. Kur nuk është ndal tawafit të aftën. Andaj kjo është padyshim një argument i mjaftueshëm për ta kuptuar se kush e ruan atë. Dhe nëse Allah xhallahu ala ka gjykuar që na ruan edhe neve, apo kjo është përjetimi dhe përfitimi. Me emrin e tij El-Hafidh, krejt që ka kon qiellën tokë, më bashk, më dosh më narxu, s'u narxojnë ata. Jo pse ne na fort, po pse El-Hafidh ka thonë që ky s'bën me radhë. Nga sa e ka rujt qabën, ai e ka rujt Kur'anin, ai e ruan pozitin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sa tentojnë, çka s'kan fol për to. A dini sa libra është shkruar për ta njollos fotografinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Shumë vëllazër. A dhe sa parë është dhënë, apo dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam jo që kanë bet ku është, por është ngritje e sipër. Kush po ja ruan kët? Na? Kush ja ka rujt autoritet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Kush ja ka rujt kët autoritet? El-Hafidh. Allahu xhallahu ala. Apo nganjëra do thotë çuditësh ti se si Allahu xhallahu ala e ruan autoriteti përmes do njerëzve që për ty në është dashtë marë me rëzua pëtën. E ata qonë edhe ladrujnë pëtën. Andaj aja është El-Hafidh. Thëtë Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimullah, wa kedhalika el-Ka'ba, kështu të shpuna me qabën, apo, që Allah e ka rujt. Fa inna bejtu min hijara, është një shpi pej gurit atër. Së është në i qmu shumë asë ka dhe që kanë të kur gjë, kuptim të asaj që është e vleshën për kësa dunjaja, biwadin gajri dhi zerrin, me një lugin që s'ka të mbilë ras, bin të kur gjë. Lejse, inda ahadun jahfadhuha min adu, s'ka dikush që arun për armiku të përën. Sot pa dëshim pa kush në organizim tjetër, po në koni Ibn Taymiyyah rahimullah, s'ka pas as policia, kush që ka rrit, kush ka dosh ka hi, ka dal, s'ka pas viza, apo kush pika ka dosh ka or ka hi, s'ka qenë atë sistemi, sikurse sot me hi me viza vjen në ambasadë, kush ka dosh hi çaba atë. Dhe Allah xhallahu ala ka rrit. Thot nuk ka kopshte e as gjëra që joshin njerëz me or kurrë s'ka ti apo. Tash sot pa dëshim pa këto gjëra, po kur s'kan për ato punë mi patja. Kur s'ka se ka do vënë më të mira shumë vallai, sa i pallati që kanë drejtë, sa ajo orat e mëdha që kanë bua, ka më shumë. Andaj gjithë shkojmë me poçavë. Andaj thot leysa la ragbatun wala rahba. Çka i bën kjo? Thot Ibn Taymiyyah rahimullah, çabja nuk ka as diçka që t'josh, po as diçka që tut për mos me bëu diçka kaq aty. S'ka kur gjë. Në kuptim të jashtëm. S'ka. Në atë vakt ka mujt apo njëri më shku me preni sopa aty, ose me bëu diçka caktuar, mirë po. Është objekt, sikur se quhet objekt karizmatik. Apo vet pamja e tij subhanallahu në poshtë. Pamja e çabës, sikur se thot Ibn Jauzi rahimullah, atë herën e parë kur kam hyrë çabë, nuk kam mujt me këshyra. Dhe e kam ul kokën nga turpi i madh. Për ballë çfarë objekti jam. Thot nga se më është kujtu kush e ka ndërtu. E më është kujtu kush ka bëu tavë rreth saj.
E më shkujtu sa lot janë derë këto. Thot nga turpi, nga ky objekt të Ibn Xhauzi nuk kam pas mundësi me shiku. Atëherë thot më shkujtu lutfullah, më shkujtu butësia dhe mirësia Allahu xhallahu ala dhe ja ma ka ngrit shikimin atë. Nga se sot që ti je ti karizmatik apo edhe që më poshtë mu me madhësinë që e ki, fuqia Allahu xhallahu ala që më lën mu ai minajt përpara është më e madhe atë. Në qoftë se Allah më ka leju atimin e përpara, ti për mu je pak më apo më e lehtë me të nejt përpara atë. Po gjithmonë ka qenë e shoqëruar me këtë, thash me këtë madhësi, me këtë respekt të madh që ato që ulemat kanë fol për përjetimet e tyre në çabe nuk gjen as poet më të mëdhaj, nuk gjen as letran më të mëdhaj, as artistët më të njohur që mund të përshkruajnë aso ndjenja kur kanë qenë në një vend caktuar në botë. S'ka. Madje njëri nuk ka as poet as kurrë, më thon haxhi i thjesht, kur shkon dhe këtë përshkrimet i përmendu, nuk di ç'më të kallëzë shumë mirë është ato. Kse domthon përshkrimin nuk gjen, për shkak se Allahu xhallahu thash ja ka rrit këtë pozitë. Ana thotë më ndihmë rahimullah, leysa inna rakbatun wala rahba. Çabi s'ka diçka që të josh, apo s'ka diçka që të frikson. Për shembull, a njekësh penalisht nga tribunali i Hagos apo di çfarë që shkon haxh, kur mos më shku kurs njek apo kurs të cen me lavdë. Po çka të bën pra me mbledhje, me sakrifikue, me lon, çka të bën? E ka bua Allahu xhallahu që ashtu të bën. Të pas avancuar më. Nuk mund shkur ku në botë me botë çka do të më bën çaba atë. Kush ja ka rrit këtë pozitë ai që është el hafidha. Andaj thotë i batime në kuadër të kësaj fjale gjatë, por me disa shkurtesa, thotë edhe kështu të ndodh edhe me vend të ibadetit atë. Për shembull, Allahu xhallahu ala këtë veçori që ka hap çapës me rrugë vazhdimisht nuk ja ka hap kutsit për shembull, edhe pse është i shenjtë. Beitul Maqdis është i okupuar sot. Nuk mund të fal. Madje edhe nuk ka argumente që nuk, për shembull, nuk ka argumente që thuhet dikon që s'mund murzu, ka mund të murzu. Apo ana shikoj Allahu xhallahu ala si domon na ofron dy foto. Shikoj ky vend kutsi ku është atë. Historikisht është shumë herët më i populluar se sa Çabia. Edhe në kuptimin e udhëhecive dhe pushteteve, apo ka qenë shumë më organizuar se arabt. Beitul Maqdis ka qenë metropoli i hershëm, ku arabt s'kan ditë çfarë do të më hongre me pi. Apo andaj logjikisht është dash ky më kon më rutëm. Se sa ky. Pastaj në kuptimin e ndërtimit, është ndërtim më i madh. Edhe më i fuqishëm se sa ndërtimi i Çabës. Megjithatë, Allahu xhallahu ala këtij nuk ja ka jap tërësisht me rujt, dhe Çabën ka thonë, ka me rujt. Nuk ka mund që kush me zuar. Deri sa t'jep Allah leje, ati një të shkreti s'ka mu kush bën tavaf. S'ka musliman tukë. S'ka as kush. Jetë, sot pejgamberi s.a.s. Si do t'jetë puna e juve, apo? Si jeni mu? Kur do të vinë të urinojnë qatë në xhamin e pejgamberit, s'ka kush do të hiq në pikë. Para xhamia pejgamberit çfarë është sot? S'ki vëmë shku më fal. Parëm të zbrazët tërsisht në ahiri zaman, apo të qarkullojnë qatën e për te edhe urinojnë që s'ka dikush që thotë largoni për këtujta. Edhe në atë ko vija aji, nga Etiopia, thotë pejgamberson me këmbë të holla, për shumë pejgamberson, në gjitë e dalë nga dalë në qabe, fe jën kuduha hajëren hajëra, dhe fillan me rënu guri për guri. Kjo e të së civil mo, s'ka njerë, s'ka musliman me votaf, atër Allah gjallore jep le jep, nga se e ka bu këtë shëpi për ibadet. Në vendin kur s'ka dikush që bën ibadet bën taf, rënohet çapja. Andaj shikoj sot, për shembull, Allahu xhalla xhelalu i ka sfiduar gjithë me këtë fuqi që ai ka raptë. Sunerzojnë çapën. Nuk mundën me rrezu, nuk mundën. Jo pse run Arabia Saudite, jo pse ka ushtria, jo për këtë arsye. Ka se përpara kur s'ka qenë Arabia Saudite kanë qenë të tjerë, apo për shkak se Allahu xhalla ala i ka jap karakter të mbetjes me emrin e tij el-Hafidh, apo e ato që ka s'kan mundësi me e bo shumë ushtri, dhe s'ka patë mundësi e breheja me bo me tenka të asoj kohë, se elefanti kon tenka asoj kohë, apo s'ka patë mundësi e bo, vjen një shkret, apo që e nështë ta macën për përshirës në hjek, apo vjen erzën qapra, me të kazu Allah Gjellewaqi, nuk ka nejtë kjo pëse u kone fort, apo qëre sa i lig vjen erzën, apo, po kjo ka qenë e fort për shkak se ai që ose el-Hafidh dhe ka rujt, apo. Dhe kështu muslimani i kupton këtë gjëra. Andaj asaj që Allah i ka jap karakter me mbet, dhe e ka mbrojt, dhe e ka rujt me anë tjerë Hafidh, pa dushim se, vallahi ka me mbet. Edhe krejt buhet ta kurtha me bo. Edhe të gjithë më mbledh me rëzu, s'ka mundësi me bo.
Na nuk flasim kështu pse kena një aleancë me dikon e as marrveshje. Jo vallahi, na flasim me bindjen se Allahu el Hafidh e ka rujt këtë çaba. Nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lemru, apo se do të mbetet haxhi. E përdesë sa mbetet haxhi, do të mbetet çabi atë. Andaj na me këtë garancë flasim. Andaj Allahu xhallahu ala atyre që i ka jap karakter ose i ka domon cilësi për me mbet, edhe në qoftë se i mungojnë të gjitha të tjerat, të gjitha komponentet e mbjetjes i mungojnë, mjafton që el Hafidh parun ato. Dhe gjithashtu prej kuptimeve të drejta të këtij emri është apo ndikimit të tij është se Allahu xhallahu ala është ai që e ruan njeriu nga sherrët, i vetmi Allahu xhallahu ala. Dhe këto sherrë janë sherrët që kanë të bëjnë me fenë e tij dhe sherrët që kanë të bëjnë me dunjan e tij. Prandaj vetëm Allahu xhallahu ala duhet t'i mbështetemi. Kjo duhet të na e kultivojmë gjithashtu ibadetin e mbështetjes në Allahun te bareke ve teala, se Allahu azza është i vetmi i cili na ruan. Prandaj në një surën An-Nisa Allahu xhallahu ala përmend një ajet ku thotë fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafiz Allah. Kur thot Allah xhallahu ala për gratë e mira apo gratë e devotshme, thot fas-salihatu. Të mira janë qanitat. Qanitat ato që janë të përulura, të nështruara Allahut azza xhall. Hafizat lil-ghaib, ato që e ruajnë mshaftën, do të ruajnë dinën e tyre, e ruajnë pasurinë e burrave tyre, e ruajnë shtëpinë, nga se kjo është mshaft me mure, sot të qelt, i ruajnë sekretet e familjes, mi po çuçi bujnë ato këtu bima hafiz Allah. I ka ulemat i kanë dy komente. Bima hafiz Allah para që Allah i ka urdhëruar, dhe kështu e gjeni të përtim në Kur'an. Mi po është në tefsir gjithashtu i fuqishëm, apo bima hafiz Allah për shkak se Allah i ka ruajtur. Ato ruajnë për shkak se Allah i ka ruajtur. Andaj ato janë devotshme, e ruajnë sekretin, e ruajnë dirin, jo pse ato janë të ndershme shumë. Në kuptim se nuk bin, jo. Bima hafiz Allah, për shkak se Allahu i ruan ato. Andaj Allahu xhallahu ala është ai që na ruan, edhe do të vazhdojmë që të flasim edhe më tutje lidhur me këtë çështje në pjesën e dytë, mirë po e bëjmë një pauzë të shkurtër. Andaj nëse Allah na mëndon që të na mundson që të kuptojmë nga me tjerë Hafidh, aq sa përmirësojmë fenë tonë, e përmirësojmë dunjan tonë, e përmirësojmë raportet tona me Allahun xhallahu ala, edhe nëse Allah xhallahu ala që të na harron fenë tonë, nga se më së sa nuk kemi, e pastaj të na harron edhe familjet tona, dunjan tonë në përgjithësi, nga se këtu është jeta jote. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.